Marisa dhe Chris kishin vite që shpëtonin Pitbull, por kur nuk kishin parë diçka si ajo që pan atë ditë. Ajo dhe bashkëshorti i saj ishin tashmë prindër krenar të 10 qenëve të zhurmshëm dhe jeta nuk ishte as pak e mërzitshme. Por, duke kuptuar se mund të bënin më shumë për të ndihmuar këtë racë të keq kuptuar, ata vendosën të vizitonin një strehë lokale për kafshë. Të dy ndanin një pasion të përbashkët, dashurinë për kafshët. Marisa ndau një intervistë se marrëdhëniet e saj të mëparshme nuk kishin funksionuar kurrë për shkak të dashurisë dërmuese që ndjente për këto kafshë. Partneri i saj i atëhershëm nuk mund të kuptonte dot faktin që ajo donte një familje të madhe me 4 këmbësh, por më pas ajo takoi Chrisin dhe lidhja e tyre e menjëhershme e vetëm u thellua çdo ditë më shumë ndërsa vazhdonin të ndanin dashurinë për qenë. Shumë strehimore dhe organizata shpëtimi kanë një popullat të madhe qenësh dhe maceve. Edhe pse do të donin t'i shpëtonin të gjithë, ndonjëherë është krejtësisht e pamundur ta bëjnë këtë. Ndërsa shikonin për rreth strehimoreve, nuk mund ta nxirrnin një gjë nga mendja. Shumica e qenëve që ndodheshin aty ishin Pitbull. Kur Marisa dhe Chris hynë në Peebles and More Animals Rescue, ose PMR, ata u befasuan nga të gjithë bishtat që tundeshin edhe fytyrat miqësore. Pak e dinin se atë ditë do të përjetonin një surprizë që do t'u ndryshonte jetën. Nuk është sekret që raca e qenit Pitbull është shpesh e keq kuptuar. Ata kanë koka të mëdha dhe janë shumë muskulor, por kjo nuk do të thotë se janë të rrezikshëm. Në shumë shtete mbajtja e një pitbulli është edhe e paligjshme, kështu që nuk është as pak e pazakontë që të shohësh shumë prej kësaj race në strehimore apo organizata shpëtimi. Chris dhe Marisa e din këtë. Ata kishin adoptuar disa pitbull, por ende nuk mund të kuptonin dot se cili ishte problemi më i madh. Ata donin të ndihmonin më shumë dhe në mënyrën që mundeshin, por nuk kishin as pak ide se në çfarë situate po futeshin. Thuhet se kjo racë qeni është më e rrezikshme, por asnjë shkencë nuk e vërteton këtë ide. Pitbullët janë besnik, të kujdesshëm edhe të dashur, por gjithçka varet nga pronarët. Fatkeqësisht, njerëzit kanë gjetur mënyra për të shfrytëzuar një qen të tillë për shkak të pamjes së tyre të fuqishme. Por ata nuk janë të rrezikshëm në vetvete. Edhe Chris dhe Marisa ishin gati të takonin një pitbull të jashtëzakonshëm që mezi priste të shprehte dashurinë e tij. Ndërsa vazhdonin të shikonin brenda strehimores, fytyra e Marisës u zymtua kur kuptoi se do të ishte një zgjedhje jashtëzakonisht e vështirë. Ajo i kishte premtuar Chrisit se do të zgjidhte vetëm një qen për të marrë në shtëpi, por më pas nga cepi i syrit e pa atë. Dhe menjëherë e kuptoi se çfarë duhej të bënte. Një qen ishte shtatzën, barku i saj lëkundej, ndërsa ajo vinte me vrap për t'i përshëndetur me entuziazëm çiftin. Ishte një pitbull i bukur me ngjyrë brindëll, dhe me një lëpirje nga gjuha e saj e ashpër roz, ajo fitoi zemrën e Marisës. Ajo e shikoi Marisën drejt në sy, me lutje. Marisa u kthye nga Chrisi me një shikim që thoshte, ajo është. Por sa po shkuan të njoftonin stafin, një ndjesi e ftohtë u përshkoi trupin. Ajo që mësuan për qenin shtatzën i tronditi. Qeni shtatzën quhej Story, që përkthehet në histori, dhe ishte dorëzuar në strehimore nga një mbarështues pas shtëpie, kur ajo mbeti shtatzën. Ata nuk kishin mundësi të kujdeseshin për të edhe për këlyshët që po vinin. Marisa dhe Chris e dinin se duhej ta merrnin në shtëpi edhe t'i jepnin asaj rehatin që e meritonte si nën në pritje. Çifti nuk kishte asnjë ide se çfarë priste, por sapo dëgjuan arsyeën pse Story ishte atje, lotut u mbushën në sytë e tyre. Stafi i strehimores u tha atyre se Story kishte pasur afatin për të lindur një javë më parë, por ende nuk kishte ndodhur asgjë. Ajo dukej sikur do të lindte nga çasti në çast, por lindja nuk po ndodhte. Shqetësimi në fytyrat e punonjësve të strehimores u tregoi Marisës dhe Chrisit gjithçka që duhej të dinin. Koha për Storyn po mbaronte. Ajo kishte nevojë për ndihmë.
Në atë çast, ajo vuri kokën në gjurin e Marisës dhe e pa me sytë e saj të mëdhenj kaf, sikur po përpiqej të thoshte diçka. Ky ishte momenti vendimtar për Marisën. Por ata nuk mund ta merrnin një tjetër qen që po priste një tuf me 6 këlysh, apo jo. Ata nuk e dinin ende se kjo përvojë po i përgatiste për diçka shumë më të madhe. Të merrnin historinë dhe këlyshët e saj në shtëpi do të thoshte që çifti do të kishte plot 17 qen, por mendja e Marisës ishte gati. Ajo nuk mund ta linte historinë në strehimore, ajo e dinte që duhej të ndihmonte. Krisit i erdhi një ide. Ai propozoi që ata ta merrnin përkohësisht në kujdestari historinë, ndërkohë që strehimorja do të kërkonte një shtëpi të përhershme për të dhe për këlyshët. Edhe kështu bën. Por mbetej çështja shqetësuese e afatit të kaluar të lindjes. Pse nuk lindte ende? E ishte histori në rregull? Ata nuk kishin asnjë ide se pse vonohej kaq shumë. Me gjithë përvojën që kishin me qenë të adoptuar dhe të kujdestaruar, kur nuk kishin hasur një problem të tillë. Ndërsa skenarët më të keqin kalonin në mendjet e tyre, nuk mund të mos kërkonin në internet për ndonjë përgjigje, por kur lexuan disa informacione, ndiheshin të sëmur nga frika. Qent dhe kafshët në përgjithësi janë më të zgjuar se sa mendojnë. Gjatë kërkimeve për arsyet e mundshme pse stori nuk po lindte, çifti lexoi një artikull që kishte shumë kuptim. Artikulli fliste për ngjarje traumatike dhe stresin që përjetojnë kafshët kur shkojnë në strehimore, sidomos nëse janë shtatzën. Edhe pse ato mund të ndjejnë që këto vende janë për t'u ndihmuar, ato nuk janë të sigurta nëse është ashtu apo jo në ato moment. Ndërsa vazhdonin të lexonin dhe të mblidhin informacion, ata u ndërgjegjësuan se situata ishte shumë më shqetësuese se sa kishin menduar fillimisht. Stori mund të humbiste këlyshët nëse nuk i lindte së shpejti, por më pas u shfaq diçka tjetër që bëri Marisën të bërtiste. Qent që janë shtatzën duan më të mirën për këlyshët e tyre dhe mund të shtyjnë lindjen nëse mendojnë se situata nuk është e sigurt. Kjo është shumë e rrezikshme si për nënën, ashtu edhe për këlyshët. Marisa dhe Kris u pan në sy me shqetësim. Ata duhet ta çonin historinë tek veterineri dhe madje shpejt. Veterineri që po bënte ekografin nuk mund ta besonte atë që po shihte. Ndërsa format filluan të shfaqeshin në ekran, fillimisht mendoi se kishte bërë një gabim, por hijet e zbehta të bardha ishin aty, krejtësisht të qarta. Ajo tunte kokën dhe ju kthye çiftit, edhe zemra e Marisës ra. Çfarë nuk shkonte me storin? Veterinerja mori një frymë të thellë dhe me kujdes i tha çiftit se nuk kishte vetëm 6 këlysh në barkun e storit, siç kishin menduar. Pastaj ajo filloi të numëronte format në ekran, edhe ndaloi. Marisa po ndiqte gishtin e saj e habitur. Nuk kishin 6 këlysh? Cili ishte problemi edhe pse nuk kishte lindur ende stori? Veterinerja ende nuk mund ta besonte. Ajo nuk besonte dot atë që po shihte. E numëroi përsëri dhe përsëri. Edhe me një buzëqeshje të gjerë, ju drejtua Krisit dhe Marisës duke u thënë diçka që i la pa frymë. Nuk janë 6 këlysh, por 12. Kris dhe Marisa u pan me njëherë në sy. Si ishte e mundur kjo? Por më e rëndësishmja, e ishte stori mirë. Veterinerja nuk mund ta shpjegonte, ajo duhet të kishte lindur tashmë, por këlyshët dukeshin mirë. Kështu që ajo i dërgoi të gjithë në shtëpi që të përgatiteshin për ditën e madhe dhe u tha që nëse stori nuk do të lindte brenda 48 orëve, ta sillnin menjëherë për një kontroll tjetër. Ajo që nuk e dinin ishte se stori po priste për një arsye. Ndërsa linin në klinikën veterinare, ata nuk ndiheshin as pak të qetë. Stori ishte ende në rrezik edhe po humbiste këlyshët nëse nuk lindte së shpejti. Dhe nëse 48 orët kalonin dhe ajo ende nuk kishte lindur, kjo do të bëhej jashtëzakonisht e rrezikshme. Marisa ishte shqetësuar. Zemra e saj dhimbte për storin, por çfarë tjetër mund të bënte? Teksa hyri në shtëpinë e saj, i erdhi një ide mrekullueshme. Pas gjithë asaj që kishin lexuar në internet për stresin dhe traumën, çifti vendosi të krijonte storit një hapësirë të saj. Ata pushatisën një dhomë gjumi dhe vendosën jastëk dhe batanie të rehatshme që ajo të ndihej komode dhe mbrojtur.
nuk donin të ndërhynin shumë në hapësirën e saj në mënyrë që ajo të ndihej 100% rehat me veten dhe ambientin përreth. Pak e dinin ata që sapo të shkonin në gjumë do të ndodhte një mrekulli. Marisa dhe Chris shkuan në gjumë, por pasi kishin përgatitur gjithçka për storin, dhe atë natë ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Kur u zgjuan, Stori po ushqente me gji të 12 këlyshët e saj, dhe të gjithë ishin plot jetë edhe të shëndetshëm. Ajo më në fund kishte lindur gjatë natës. Pastaj, ata pa pritur kuptuan pse ajo kishte pritur kaq gjatë. Të lindësh këlysh në një strehimore nuk është gjë e mirë për një qen. Është stresuese për nënën, gjithashtu dhe stresuese për këlyshët. Chris e kuptoi më vonë. Stori nuk donte të linte derisa të ndodhej në një ambient të sigurt dhe plot dashuri. Dhe ajo kishte pritur, si të kishte ditur në mënyrë të mrekullueshme se yjet do të përputheshin për të sjellë Marisën dhe Chrisin në atë strehimore, për të marrë në shtëpi, aty ku ajo dhe këlyshët e saj do të kujdeseshin me dashuri. Kjo ishte vërtet një mrekulli e jashtëzakonshme, sepse ata nuk e dinin nëse do të ndodhte ndonjëherë. Gjithçka që i duhej vërtet ishte të ndjehej e sigurt dhe e mbrojtur. Dhe fal Chrisit dhe Marisës, ajo e ndjeu pikërisht këtë. Të gjithë 12 këlyshët ishin krijesa të bukura dhe të vogla, të cilat ishin më së mirënjohëse që erdhën në këtë botë. Për 2 javë ata hapën sytë dhe Marisa dhe Chris po binin gjithnjë më shumë në dashuri me ta çdo sekondë që kalonte. Shpejt ata filluan të vraponin nëpër kopsht me këmbët e tyre të vogla dhe të paqëndrueshme. Stori dukej e lumtur dhe ishte një nënë e përkushtuar dhe plot dashuri për këlyshët e saj. Së shpejti, kërkesat për birësim filluan të vërshonin në qendrën e shpëtimit. Edhe pse çifti ishte jashtëzakonisht i lidhur me të gjithë këlyshët, ata vendosën me gjykim të mirë të mos mbanin asnjërin prej tyre. Edhe të gjithë gjetën shtëpi të dashura një e nga një. Kur këlyshët mbushën 10 javë, ata u morën nga familjet e tyre të reja për në shtëpitë e tyre të reja, ku vazhduan të rriteshin shëndetshëm edhe të lumtur. Po nëna e tyre, Stori, edhe Stori gjeti shtëpinë e saj të përhershme. Pak më vonë, një burr lexoi për historinë e saj të jashtëzakonshme në Facebook dhe nuk mund të priste për ta takuar. Ajo u dashurua me të menjëherë dhe e mori në shtëpinë e tij. Tani, ajo ka një jetë të lumtur përpara dhe është e sterilizuar, për të siguruar që kur të mos kaloj përsëri në një përvojë kaq të vështirë. Po të mos kishte qenë për njerëz të jashtëzakonshëm si Chris dhe Marisa, historia e Storit do të kishte përfunduar shumë më keq. Historia e saj është vetëm një nga shumë të tilla, dhe fal një strehimorie të përkushtuar dhe dashurisë së një çifti për këtë racë, ajo ka të sigurt një jetë të lumtur përpara. Strehimoret kanë nevojë për gjithë ndihmën që mund të marrin. Kështu që edhe nëse nuk jeni në gjendje të adaptoni një kafshë shpëtimi, ndoshta mund të bëheni kujdestar i përkohshëm. Nëse nuk mund të kujdestaroni, mund të dhuroni, apo të paktën të ndihmoni duke përhapur vetdijen për organizatat e shpëtimit edhe kafshët e mrekullueshme që presin për shtëpitë e tyre të përhershme.